mundoheshim që një ushtri vullnetare me bot rregullt, dhe unë po e përsëris prap para jush edhe kësaj gjykate. Ushtria Qëllimtare e Kosovës ka qenë ushtri e rregullt vullnetare. A është e vërtet që Jakub Krasniqi është një prej personave që nuk ishte njohuri apo ekspertizë ushtarake, sepse ai përpara luftës ka qenë mësues historie? Jakub Krasniqi ishte zëdhënësi ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe ka mund me qenë shef i drejtorisë për informim në shtabet e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. We'll come there. Flasim edhe për këtë. Të hënën, ju thatë që 2 muaj para emërimit të tij në delegacionin e Rambujes, detyrat e tij kryesore ka qenë detyrat e zëdhënësit të UÇK-s, përgjegjës për informacion dhe media. Kështu? Pa gabim duket. Unë thash vetëm 2 muaj e ka kry një funksion tjetër shtesë, se funksionin bazë për zëdhënës e ka pas ton kohën. Prej që është lajmëru si zëdhënës i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe është njeri i parë që o dalë me emën mbi emën në emër të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe deri në fund të luftës, edhe mas Rambujes, Jakub Krasniqi ka qenë vetëm zëdhënës i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për ata 2 muaj, një pozicion shtesë, unë e kam spjegu për shkak të rregullave procedurale që ne mendonim oficer që duhen, edhe ju ka dhonë atij për shkak që ishte aty, dhe e kam spjegu, do të thotë, për çfarë arsye e ka pas atë funksion shtesë. Yes, and that's the secondary. Ky ishte një pozicion i zëvendës komandantit, të cilën e mbajti për ndihmë vetëm për 2 muaj, apo jo? Now you're very clear that Ju e bët shumë të qartë që ky pozicion ishte një pozicion dytësor për të, sepse detyra dhe fokusi kryesor i zotit Jakub Krasniqi nuk ndryshoi gjatë kësaj kohe. Ai vazhdoi ta ushtronte detyrën e tij si zëdhënës i UÇK-s, apo jo? and you'll agree with me that one of the main goals of Pajtoheni me mua, besoj që një nga detyrat apo objektivat e UÇK-s ishte ta prezantonte UÇK-n si një strukturë të rregullt dhe të organizuar mirë, apo jo? Po, sigurisht, po në atë kohë ishte misioni vëzhgues ndërkombëtar që ishte me mision nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Komunikonin me neve, pra ne ishim avancu, ne ishim pranu edhe nivel ndërkombëtar që ishim një ushtri e cila monitorohej tani nga faktori ndërkombëtar. yes, so the efforts were to give them Pra, synimi ishte që të jepej atyre përshtypja që UÇK-ja është një ushtri e rregullt, sepse ju duhej mbështetje ndërkombëtare. Të jepej një imazh i UÇK-s si një ushtri e rregullt, apo jo? Çdo zëdhënës, çdo drejtori informative e ka atë detyrë në secilën ushtri për me ngriti imazhin e asaj ushtrie në botë. Ky është misioni bazë i propagandës në luftë, që është një prej armave kryesore në luftë, është pjesë e luftës, dhe ishte pjesë e jona. Unë muj me thonë vlerësimin tim personal, që zoti Krasniqi nuk e ka kry sa duhet një detyrë tillë, për shkak se o dasht mahën brifingje me gazetar nga 3 herë në javë. Ne ishim të njohur, ishim vëzhgues ndërkombëtar dhe duhej ma tepër në atë punë. Po kjo është vlerësimi imi, thotë që ka pas mangësi, përndryshe kjo ka qenë detyrë e zotit Krasniqi
Dhe detyra e tij ka qenë, unë e kam shpjeguar edhe dje, detyra e tij ka qenë ngritja e qendrave për informim të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që i kemi pas ato, pra i kanë ngrit vet Krasniqi, në Gjenevë, Berlin, Vjen, Paris, Londër edhe Washington, duke përfshi edhe Prishtinën edhe Tiranën. Prishtinë e kem pas zyrën për informim, edhe në Tiranë ka qenë zyra për informim e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, kjo ka qenë puna e tij. Nuk ka punë tjetër, nuk ka punë ma transishme gati në një luftë se sa informimi, se sa propaganda. Ajo është armë shumë e fuqishme. Yes. Yes. Now, ditën e hënë, edhe për palët, në faqen e transkriptit provizor 25749 të datës 24 mars, ju keni thënë që në një ushtri të rregullt duhet të ketë një pozicion të lartë. Pra, si shefi i shtabit për të vendosur për komandantët e brigadave në zonë, dhe ju thatë që ne krijuam dhe një pozicion edhe mbi shefin e shtabit për ta plotësuar këtë vakancë. A ju kujtohet ta keni thënë këto? Lënë të ju sqaroj. Ne i krijuam dy pozicione. Dy zavens komandanta. Njeni 11-shi, që pastaj unë e kom ditë që është Sokol Bashota, pas lufte, aje kishte do të thotë detyrën me vëzhguesit ndërkombëtar, komunikimi, ndërmjetësin e mes të përfaqësuesve të misionit vëzhgues me shefin e shtabit, dhe një pozicion ishte Zoti Krasniqi, për shkak se emnimin e zonave e komandantëve të zonave operative duhej bërë një pozicion më i lartë se sa shefi i shtabit. Pra, komandanti shefi i shtabit e propozon komandantin e zonës operative pozitës më të lartë që ai për me emnue me urdhën atë. Pra ne mundoheshim që një ushtri vullnetare me bë të rregullt, dhe unë po e përsëris prap para jush edhe kësaj gjykate. Ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë ushtri e rregullt vullnetare. Në historinë e luftrave që unë i kam mësuar edhe në Akademi Ushtarake, nuk ka një rast të tillë që një popull me ngrit për 14 muaj një ushtri të rregullt vullnetare në për strukturat e të cilës kalojnë 60.000 ushtarë. Pra nuk keni pas. Gjykata këto gjykata në Hag nuk kanë pas një rast tillë dhe nuk e besoj që kanë me pas. Nuk kishin mundësi me pas institucione, se përndryshe Zoti Krasniqi si shmar me nënshkrimin e aty në urnave, po ti kishin pas ne, për shembull, komandantin suprem, komandantin e përgjithshëm, ligjet, Ministrinë e Mbrojtjes, dhe po që se ushtria shqiptare e Kosovës ishte hyrë kornizat e institucioneve shtetërore të Kosovës.